Në 6 javët e para të vitit 2013, natyra kriminale e vjedhjes ka shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në një konferencë për shtyp, zëdhënësja e drejtorisë së policisë së qarkut Elbasan, Valbona Begu, ka theksuar se janë evidentuar në total 102 vepra penale, 55 prej të cilave janë pikërisht vjedhje. Sipas Begut, fal bashkëpunimeve të realizuara nga ana e 4 komisariateve në rrethet e Gramshit, Librazhdit, Peqinit dhe Elbasanit, është bërë e mundur edhe rritja e zbulueshmërisë së këtyre ngjarjeve. Komisariati i Policisë Elbasan ka evidentuar 60 vepra penale, zbuluar 62, me 81 autor, 29 të arrestuar, ka të ndaluar 42 në gjendje të lirë. Komisariati Librazh ka evidentuar 17 vepra penale, zbuluar 13 me 14 autor, arrestuar 11 në gjendje të lirë. Komisariati i Policisë Gramsh evidentuar 6 vepra penale, zbuluar 4 me 4 autor, 3 në gjendje të lirë. Dhe Komisariati i Policisë Peqin ka evidentuar 11 vepra penale, zbuluar 10 prej tyre, zbuluar një ngjarje të vjetër me një ngjarje të vjetër me 12 autor, arrestuar në flagrancë 2 dhe ndaluar 1. Për 15 e parë të muajit shkurt 2013, Komisariati i Policisë Elbasan ka evidentuar 24 vepra penale, zbuluar 23 me 26 autor, arrestuar 10, 14 në gjendje të lirë. Përgjatë së njëjtës periudhë, 1 janar në 15 shkurt, janë regjistruar edhe 2 vepra penale të rënda të grabitjes me armë të një exchange në qendër të qytetit, si dhe grabitja e një kambisti në lagjen Kalat të Elbasanit. Ngjarje kjo e fundit, e cila përfundoi edhe me plagosjen e rëndë të kambistit dhe për të cilat ende nuk ka autor të zbuluar nga policia.